أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Allahun Azza falendrojmë. Salavatet selamet pejgamberit alayhi salatu wassalam ja dërgojmë. Të nderuar vëllezër, lutem Allahun Azza që të na pranoj ibadetet e sotme, duat, këtë namaz bekuar, edhe të rëndësishëm të xumas. Vazhdojmë me pak nga cilësitë e Resulullahit alayhi salatu wassalam, një prej atyre të rëndësishmeve që Allahu i lartësuar edhe ka përmend në kitabet para Kur'anit, edhe ka qenë cilësi e pejgamberit alayhi salatu wassalam, sa hebrejt edhe të krishterët nga kitabet e tyre e kanë transmetuar gjenerat pas gjenerate deri tek evladët e vet, edhe kanë prit që kur vjen pejgamberi i ardhshëm me pas një prej këtyre cilësive e që na vetëm për të do të flasim, pra përveç shumë cilësive tjera që i kanë ditë, emrin që i kanë ditë, dhe ban vendin ku ka me lind, ose se më thonë cilësitë e vendit po pa emën, e kanë ditë edhe një veçori tjetër, ajo është vula e profetësisë. Vula e profetësisë. Allahu xhaleshana ka përmend në Kur'an vulën e tij. Pra, fjala vula e profetëve apo e profetësisë i ka dy kuptime. Kuptimin e parë se Resulullah sallallahu alaihi wasallam është i fundit i pejgamberëve. Kjo është kuptimi i parë. Edhe këtë ka vërtetuar edhe ajeti kuranor, ku Allahu i lartësuar ka thënë wa khatamun nabiyyin. Ajo është vule pejgamberëve. Pra, kret misioni Resulullah apo i pejgamberëve në përgjithësi, i pejgamberëve në përgjithësi prej Ademit alayhis salam deri te Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ngjan një shkresë zyrtare. Ajo është misioni profetik. Është rahmeti i Allahut për njerëzit. Në fund, kret në fund, që ky mision e ka një vulë, që kjo shkresë zyrtare ka një vulë. Vula është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Pra kështu në Kur'an përshkruhet. Në hadithe, ky kuptim i vulës profetike përmendet po ashtu kur është pyet Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thonë unë jam i fundit i profetëve dhe vula e tyne. Unë jam vula e tyne. Dhe më thonë, çdo shkresë masi qitet vula zyrtarizohet. Edhe ma nuk bën me shkru zvlen, ma me shkru mas vulës. Vula është e fundit. Edhe ka vazhdu Resulullah s.a.s. ka thonë, unë jam vula e profetëve i fundit i tyre, edhe s'ka pejgamber mas meje. Fjala s'ka pejgamber, s'ka mas meje, apo s'ka mas meje pejgamber, arabisht është la nebije ba'di, la që kjo është s'ka. Por ka paralemru Resulullah sallallahu alaihi wasallam se do të paraqiten pejgamber të rajshëm. Kur ka thonë la nebije ba'di, la s'ka. Po që njoni, Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka paralemru 30 pejgamber, 30 gënjeshtar që shiten pejgamber. Por ulemat kër i kanë numëruar në histori, janë ma shumë se 30. Edhe kanë orientu fjallën e pejgamberit alayhi salatu wasalam, 30 të cilët kanë me pas, që me thonë ndikim, edhe kanë me bo probleme dhe telash, edhe kanë me i mashtru begu njerëzit. E njëri prej qëtyne, kur e ka shpall vetën pejgamber, ka thonë unë kam emnin, për mund thët ka paralemru Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Që ka paralemru për ty? Ka thonë Muhamedi alayhi salatu wasalam, la nebije ba'di, s'ka pejgamber mas meje. Thot, une jam që ky s'ka. Mare s'ka është folje, s'ka, më huse. Ja, ka thonë, amën është. Amën, s'ka. Që ky unë jam s'kaja. A shë shfar budallakije? Ka thonë, kjo është amën. S'ka pejgamber mas meje,
thot s'ka, si me thonë Hasani Huseni, pejgamber mas me, që jam është s'ka. Edhe normal sahabët edhe ulemat ati zamanit tabinët e kanë leqit me ka kret, pra arsye se ky ka qenë qaq ignorant, normal se ja ka kojt, jo që se ka ditaj, që kjo është folje mohuse që tregon për një gjendje të ardhme, po ati ja ka kojnë që ashtu me thonë. Pra, kjo është kuptimi i parë i fjalës vula pejgamberve. Është si një shkres, misioni i krejt pejgamberve është i njëjtë. Nga Ademi a.s. e numri tyne ka qenë 124.000 pejgamber. Prej tyne ka pas nebi, ma të thjeshtet, pastaj prej tyne tjerëve ka pas rësul, ma të rëndësishëm edhe ka pas ulul azm, 5 janë konë ulul azm, që janë akoma ma të rëndësishëm. E për këtyne 5 ma të rëndësishmeve, është Musa, Ibrahimi parati, Musa dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E për këtyne 3-ve, ma i rëndësishme është Muhamedi alaihi salatu wassalam. Kjo është kuptimi i parë i fjalës vula profetëve. Dhe kuptimi i dytë është vula të cilën pejgamberi alaihi salatu wassalam vërtet e ka pas në shpinë. Vula profetësisë të cilën e ka pas Resulullahi në shpinë. Sahabët kretë e kanë ditë këtë vulë dhe shumica atyne e kanë pa këtë vulë. Kur kanë ardhë edhe delegacionet për ta pranu islamin ose për ta dëshmu se Muhamedi alayhi salatu wasalam për një mesh pejgamber, janë interesu rreth tij me pa vulën. Bile ka transmetime që disa sahabë kur kanë ardhur mi ia dhon besën pejgamberit alayhi salatu wasalam për islam, sepse ashtu si e dini edhe ju, kur kanë ardhur sahabët mi ia dhon besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për pranim të islamit, Resulullah ja ka zgjat dorën. Edhe ja kanë dhënë besën, ja kanë dhënë për shumë sene. Një prej tyne me ra shahadet, e dyta mos me tradhtu, mos me mashtru, me ndjek udhën e tij. Edhe një prej këshillave, që është më rëndësi edhe për neve dhe për juve, është që të gjithë njerëzit me i këshillu kërkujnë mos me ia dash mirën. Edhe njerëzit kur janë të pa informuar ose s'din diçka me këshillu. Wa nushi li kulli muslim, me këshillu besimtarin. Që kjo Gjabir ibn Abdullahu e përmend që të mesele sa sahabët kur kanë shku me ble diçka ose me shit, kanë shku me ble, edhe kanë gjetë në treg një person që peshet një deve, po personin fjalë nuk ka pas shumë njohuri për vlerën e devës vetë. Ka pas për sahabëve që janë konë eksperta. Sikur se sot shkon ti me ble një kerë, edhe shes se ai që po e shet kerën nuk ka dije për kera, nuk e di sa shkon çmimi. Ose është një plak i cili ka met kerë dhe s'ka kushe, vozit mas ti veç për do me hek qafe, se po e shet që s'ka pasardës. Ose është një person i cili për herë të parë ka atë shit kerë. Çka bëjmë na? Për fatkeq. Na këshyrim hala çmimin, on të pëlqy çmimi, është ma lirë se çka duhet. Na këshyrim hala me ja ul çmimin. Pse? S'kish pas marrë vesh edhe kështu nuk e kanë bë, nuk e kanë dhënë besën pejgamberit alayhi salatu wasalam muslimanët e parë. Gjabir ibn Abdullah thot, ja kemi dhënë besën që me këshillu secili njeri kur e ka keq diçka, me përmirësu. Vallahi ka pas prej tyne që kur kanë shku në treg, e kanë pa që njeri po e shet një kafsh me një çmim ma të lirë se çka duhet. Ky ka shku i ka pëlqy. Ka shku i ka thonë, kjo deve nuk e ka këtë çmim. Unë du me ta ble ma shtrajt. Jo, mu po më vynë veç ato pare që ka jam ty lyp. Ka thonë, jo, kjo meriton ma shumë. I kanë thonë njerëzit që si në kanë në kategoritë tyne, qysh t'ja jetë të përfitu për vetja për ta. Thotë, vallahi, nuk ja marrë kërkuj hakin e vetë, sepse ja këmë dhonë besën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që kam i këshillu njerëzit, edhe nëse është ndam të vetvetes. Pastaj ju e dini se ka pas prej sahabëve dhe tabinëve që nëse kanë pas ndonjë ngatresë
me dikan kanë shku edhe në ba dëshmitar kundër vetës tyne. A kuptoni deri ku është fisnikria, bujaria muslimanëve. Allahu Gjeleshanu ka thonë Kur'an, dëshmoni o ju musliman të drejten, edhe nëse është kundër vetës juj. Kush e ban këta? E ban ai i cili e di se ka ditë kiametit. Ai i cili e di që ka me dalë para Allahu Gjeleshanu edhe rranat kanë me i dalë në shesh. Zoti ka me bahur para dunjas. Është burnime shku me i thonë tjetrit, unë jam gabim, unë e pranoj. Pasha Allahin. Ama duhet më ungulit imani praktikisht në zamër, jo vetëm teorikisht. Praktikisht. E sahabët, kur kanë shku të Resulullahi alayhi salatu wasalam, ja kanë dhënë dorën, ja kanë dhënë besën për iman, për jetë, vdekje, edhe për më konë drejt me këshilu çdo kanë, mos me anu ka vetja vetë. Resulullahi sallallahu alaihi wasallam i ka mësu se kur të shitni, kur të bleni, çdo sen me e kallëzu. Me i kallëzu njerëzve. Nëse i kallëzoni damët të cilat i ka mjeti juj, mjeti, Allahu ka me dhonë bereqet në tregti. Nëse më shef, ose i thu, unë e di se në momentin që i thu merre këqyre vetë, pa ka shumë i ke dalë hakesh, le ta këqyrej. Ama nuk është niveli më i lartë. Nuk është niveli më i lartë i muslimanit. Merre çajt e cili mjesht të dush. Edhe kjo është mirë, ama prap nuk është niveli më i lartë. Ne jemi të folë për një nivel që edhe me laçet me të marrë ty lakmi. Më shku mi thonë, vëlla jam, që kuj kere ka qëtë bik, qëtë dopsi, vëllaj nuk ta shes ma shtenë se që ka duhet. Pasha Allahin ka me dalë para Zotit e Zogjel në ditë kiametit. S'du mu marë për çdo fjalë që ku më nxerr gabim në pyetje para Allahu Gjeleshan, kur t'hin kretë besimtarët në xhenet e unë e jes aty të u gjyku. Për çka? Për një hekër. Sepse dush me ditë që Allahu në Zogjel e ki ngatë. Dush me ditë që mund është mu bon horë, mu korit para Allahut, për kur gjë heq. Sa dush shitu burri mirë para të tjerëve në momentin që e din një behan të një diçkahit, edhe nuk e përmen. Na për fat keq, behant e tona, behant e gjanave tona, kerit, asaj kësaj, nuk i kallëzojmë, i mshefim, kurse behanet e të tjerëve, hiq pa na lyp kërkush, llogari i qesim. Kur lejohet me tregu mangësi të dikuj, vetëm nëse është në amanet, është të dash me bën një biznes me ta, është të dash me feju djalin ose qikën me ta, e vjen të pyet, për i Zotë Zotit kallëzëm qyshen ja filanin, dush mu koni drejt, sepse të ka besu, bankin fjalë tone e fejan djalin ose qikën, këtu nuk ban me mshef, qka din, ama duhet me shku të një njeri që për një mashtë, që e kuptan dhe me shtin rengel, tjetërin. Jo të gjithkushi i cili vetën e vetë hala se ka kuptu. Aja ty kur në amanet ti, lyp për ti, informaciona i du të me të kallëzu. Nuk ban me mshef, është haram. Po mos po bëj gibet, aty s'ka gibet, du të me kallëzu. Po ashtu dhe transmitus të hadithëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam në zeman, para se më shtu hadithët, e kanë pas obligim me kallëzu, kërë kanë pyet filoni, çfarë transmetuesi është? Vallai është pshtjellan ka pak. Vallai i nërën pak fjalë të haditheve. Duhet me kallëzu. Po ashtu edhe nëse ka një shitblerje. Na për fat keq. Pa na lyp kërkush informacione për filonin, u takua me filonin. Edhe janë nis ky edhe çka si thot, lesa ajo është kështu, ajo është ashtu. Mirë. Pse ti, çfarë dobi e ka nëse ja përmend çdo gjëra të cilat nuk është muhabeti për to. Pashallah, sa njerit të fjetë në shpit vetë, ka ra mazdarke, ka falja, si njeri ka ra me fjetë. E na në për kafe të nejtë, në shkojnë se vapët prej gjerologarive tona, në gjerologarit të ti, vetëm të e bon gjibet. Bigajri hak, pa kur farë haki. E sahabët kanë kallëzu behanët, pikat e dopta, kur o këndash me kallëzu. Kur s'ka pas kur farë dobi e kanë shujt. Allahu e di mas miri filanin. Një prej zemrave më të shënosha, manen men të njerëzit, është ata cilët i këshyrin pikat
pozitive të të tjertë. Nuk i këshyrin veç pikat negative. Sepse njerëzit e smut në mendje edhe në zemër, rrinë veç të i këshyrë dobësit e njerëzve. A ka njeri në botë pa dobësi? Nuk ka. Imam Shafiu ka thonë kush lyp shok, pa të metak, jetë pa shok. Por du të me këshyrë në përgjithësi gjanat primare, pastaj ato sekondare, dorës dytë. Gjanat primare, e ka imanin, e ka namazin, i kryen ibadetet Allahut, është në rrugë të Zotit, e tjerë, këto kryesorët. Pastaj pikat e dorës dytë, banë mu toleru. Na qështu funksionojmë si shoqni, duke i mbyllë syt karshin njëri tjetrit kapak aty ku duhet. Prandaj kemi fjalën edhe të Aliut, po edhe të Muavijit radhiyallahu anhuma xhamian, ku kanë thonë se 2/3 e besimtarit do të më konë mençuri, e 1/3 i thojnë të gaful, mi mshel syt, mu bon kurse s'po sheh. Ti je shumë i meqëm, ti je të e pa filan pikën e dopt, ama i mbyll syt, për arsye se është diçka që ban me toleru, ban me mbyll syt, ban me u paraqit kinë se nuk po sheh. Jo gjithmonë mje leve se filoni kështu. Kjo tregon se ti vetëm shkon edhe interesohesh për ato gjëra të cilat du të mja mshev vllautën. Jo e dini dallimin mes mizës edhe bletës. Bleta shkojnë ku janë sanet më të mira, ku janë lulat më pak të shfrytzume, që s'ka ra mbi ta asnjë blet tjetër, e merr nektarin më të mirën. Prandaj Allahu xhaleshanu kur ka përmend bletën ka thonë wa auhayna ila an-nahl, e kemi inspiru. E ka me fjala auha ose wahi është njëjtë me pejgamberëve. Allahu ka thonë i kemi inspiru pejgambert, në anën tjetër ka thonë i kemi inspiru bletën. Nuk do të thonë që bleta është pejgamber, ama Allahu xhaleshanu ka përmend me një sifat, me një cilësi që subhanallahu pejgambert i ka vlerësuar me çat cilësi. Pejgambert çka flasin? Pejgambert çka intereson për sanet më të mira. Bletën e ka vlerësuar me të njëjtën fjalë se interesohet për gjanat më të mira. Pse? Me këshir gjanat më të dobta. Po kthehem temë. Sahabët e kanë dhënë pejgamberit alayhis salatu wasalam besën me këshillu njerëzit. Me këshillu për izat Zotit. Ka pas raste kur kanë marrë vesh që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka një vulë. Vulën e ka pas në shpinë. E ka pas tek pjesa e majt, këtu në kur e çet ti dorën kështu këtë ashtën. Ke pa që e prek, që mundesh me prek, edhe ku është mesi i shpinës, te ashti, përfuni ashtit, që aty e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si vulë, rreth me disa qime. Këta kanë ditë, ka qenë shkruar në Teurat edhe në Injil. E kanë ditë kret ymmetët para Resulullahit sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë popull vet që ka ardhur një pejgamber i cili ka një vulë në shpinë. Kjo ka qenë vula profecisë. Bile përmendet nga njëri prej sahabëve i cili është njoft për mjek. Para se më bë musliman, ka ardhur me djalin e vet te pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe ka ndëgjuar për vulën, e cila ka qenë, nëse mund ta përshkruaj, pak si ashtë ose si mish i ngritur që i përngjan vezës së pllumit, jo në mallësinë e vezës, por 1/3 ose gjysma e vezës ashtu, edhe rreth me disa qime. Kanë menduar që kjo është një smuje. Ku e di një pjesë që duhet mu hek. Ka ardhur ai personi edhe ka thonë pejgamberit alayhis salatu wasalam, unë jam mjek. Ka marrë me ta hek çat gungën, pa thonë kështu që e ki. Pejgamberi alayhis salatu wasalam ka kesh. Ka thonë le, se çaj që e ka kriju, ajo është mjeku i mjekëve, shëruesi i shëruesve. Ai e ka kriju këtë le. Ka thonë, ky ka ardhur për me marrë informacione për profecinë e Muhamedit alayhis salatu wasalam. A është për një pejgamber ajo? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thonë, a dën me tregu diçka më të rëndësishme se sa kjo vula? Ka thonë po. A do të besoj e pastaj thot? Tha po, besoj. Tha pejgamberi alayhis salatu wasalam, nëse ta sjelli filan pamën deri këtu, a beson? U habet. Edhe ai edhe djali vet.
atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha një pemës që e kishte para vetës, disa 10 metra larg, tha eja, e nënshtruar apo e përullur. Allahu Gjelleshani ja mundsoi pemës me ecë, edhe me ardhë deri te Resulullahi sallallahu alaihi wasallam, e përullur, pastaj tha, i dha selam, pastaj tha kthehu. Personin fjalë me njëherë ra shahadet. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluh. Të dashur vëllezër, i ndëgjani në kohën e komunizmit, kur Islami është majtë në këto vene me vështirësi, kur jenë mundu me shat dinin me përqeshin nga gjitha anët, me lloj si pas tyre përqeshje, një prej tyre ka qenë edhe pa marrë parasysh pajtohemi apo jo të çështja me vludit, që është kënu në për këto vende, e ka qenë një prej atyre sebepeve, edhe nëse do ta quanim bidat, që e ka majtë në për disa familje islamin, elhamdulillah. Edhe aty, kur kanë dëgju disa prej tyne, është një pjesë ku përmenden mrekullitë e pejgamberit alayhi salatu wasalam, siç është gishtat e tij kanë qit ujë. Pastaj e ka marrë vesh, i ka ardhur Xhibrili alayhis salam, i ka tregu për kinxhin ose delën e helmume. Kinxhi nuk ka fol, por ka ardhur Xhibrili ka tregu. Pashtu edhe pema, ka ardhur një pemë i ka dhënë selam. Kemi edhe çështjen e res, që i ka bërë reja hije pejgamberit alayhis salatu wasalam. Kjo nuk ka argument, reja nuk ka argument që i ka bon hije Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu trupi i tij ka qenë i tërë i nur, në kuptimin metaforik, nëse më thon, po ka bon nur, ama në kuptimin fizik nuk ka bon nur. Nuk ka bon nur, domthon ka qenë i bukur, po kështu nur, domthon si një dritë kur ta dhez, jo, ka pas hije. Hije ka pas trupi pejgamberit, hije sikurse kanë trupat tonë kur ecën që bëhet hije jon. E kanë arsyetuar se s'ka pas hije, se as hijen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam s'ban me shkel. Po sahabët janë kënd kujdesshëm, as hijen e pejgamberit alayhi salatu wasalam as me shkel. Vllazni, pashallahin duni me kon krenar me këtë pejgamber dhe me këto gjenerata të para. Pasha Zotin, është turp për neve. Mos më kon për atyne personave të cilët atë shumë me pasojnë edhe janë krenar me Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, krahasoj gjeneratat e para janë kënd kujdesshëm as hijen e pejgamberit alayhi salatu wasalam mos me shkel, kurse neve me dy kam tona shkelim mbi personalitetin, mbi autoritetin, mbi emrin, mbi sunnetin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Pra këto argumente, këto mrekulli kanë qenë të vërteta të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ata të cilët janë mundu me i përqesh, ata qëllim kanë pas me e zbeh figurën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam, me zamenzu me kanë. Me lloj njerëz që s'du t'i përmendë emrat, këtë shejtërit e kësaj dite, e këtij muaje, e këtyne 10 netëve të fundit, e këtij venit bekum, vallahi me emrat e tyre nuk meriton me u përmend, kur kanë dashur me i zamencu me Muhamedit alayhi salatu wassalam, me këtë njerit madh që Allahu xhaleshanuhu i ka dhënë mrekulli, ku para ti ushqimi ka bërë tasbih, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam me një i ka dhënë ushqim tër ushtrisë, ku me një të ujit i ka dhënë me pi ujë tër mbi 300 veta, e me një qumshtit i ka dhënë mbi 70 din 80 veta. Prandaj këto mrekulli janë të vërteta. Sa është tema jonë, është tema jonë vula profetësisë, ku Resulullah sallallahu alaihi wasallam njëherë t'ia dhanë besën disa burrave, edhe ata insistojshin me kqyr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam nga mrapa, alayhi salatu wasalam me çele këmishën e tij, edhe ja shifnin vulën. Dy prej tyne shkuan dhe ja prekën. Thot transmetimi, morën pa e quaj kështu aso energji edhe bekimin nga trupi pejgamberit alayhi salatu wasalam, sa që ata burra
as nuk kanë pas kur nxehtë, as kanë pas kur ftoft për asaj dite. As kanë njerëz, as ju ka nxehtë. Të njëjtën e ka pas edhe Aliu radhiyallahu anhu kur pejgamberi alayhi salatu wassalam e ka pa në xhami të shtrirë, edhe ka shkuar ka prek me dorën e vet Aliun radhiyallahu anhu. Ma kur nuk ka njerëz, as nuk i ka nxehtë. Njëjtë sikur se ka vepruar me një djalë të ri i cili ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nona vetë ka prun, ka thonë ja Rasulullah, djalit më kanë rënë mësysh, me i fry. I ka fry pejgamberi alayhi salatu wasalam, i ka dhënë edhe ujin e avdesit edhe e ka shpëla. Kur e ka prek, o Allah shëraje, thot pra asoj dite, gjithmonë thot, gjoksi jam ka najti freskët, dhe më thonë as nxehtë as ftoft. E nesit, në disa transmetime kur e ka vendos dorën mbi kokë, edhe nëse, sepse nesi ka jetu mbi 100 vjet, i është thi tërk qimet e flokëve, përveç bereqetit dorës pejgamberit alayhi salatu wasalam ku ka prek nuk janë thinj ato flokë. Selman Farisiu ka najti robrum me 10 vite, kur i kanë tregu hebrejt se ka marrë një pejgamber i cili nuk e han sadakën, i cili e han hedijen, dhuratën, e pranon sadakën jo, i cili e ka një vull profecisë në shpinë. Ka ardhur sjell te pejgamberi alayhi salatu wasalam, hala pa u bë musliman, Selmani. Ka qenë rob, e kanë zonë, me mashtrime e kanë robnua dhe kanë shit. Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka ditë që do me këshyr vullën edhe ka hek setrën, domethënë e ka lshu te poshtë derisa ka pa në disa transmetime edhe ka puth. Pastaj e ka pru pejgamberit alayhi salatu wasalam një sahan, një pjatë të madhe me hurma. Ka thonë merë ja Rasul, merë o Muhammed, sadak. Pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk e ka hongër. Jo ka thonë shokut vet. Pashtu ditën e dytë dhe tretën, pastaj ditën e katër, në një transmetim ditën e dytë, në një ditën e katër, i ka ka thonë merë këto dhurat. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë bismillah, e ham dhuratën edhe ka marrë ka hongër. E ka pranu islamin Selman Farisiu, i cili në disa transmetime 60 vjet e ka lyp udhëzimin. Derisa ka ardhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pastaj zotriu i tij që ka pasur rob, ja ka kujtzuar kaq parë, shumë parë, nuk përmendet saktësisht, sahabët ja kanë mbledhur. Po edhe ja ka kujtzuar, ka thonë me mimjell 600 hurma. Vetëm i ble, vetëm i mjell, edhe me ujit derisa të marr pemë prej tyne. Ka ardhur te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i ka thonë ja Rasulullah kështu. I thot sahabëve, gjithë secili sa të mundet me mbledh hurma. Mbledhin hurma sahabët, domethënë fidane, të vogla. Edhe thot kur ti bëni gati, më thirrni mua vit ajo ara ku kam i mjell Selmani, edhe me qit bereqet. Ka shku secilën e ka mjell vet me dorën e tij 600 so, bismillah. 1, bismillah 2. Vetëm një ka mbjell Omer ibn al-Khattabi, vetëm një. Kur ka ardhur, ato zakonisht bëjnë mas disa viteve, nuk e di saktësisht 3 apo 4, se di. Atë vjet, këto hurma kanë bë vitin e parë, bereqet. Janë rritë kanë bë bereqet. Përveç një hurmës. Pejgamberi alayhi salatu wasalam tha, çka u bën që ke hurma që zbani? Omeri nërfaj. Se si duket kish me tonash që aty një pa mjell, Omeri se ka bën të madhe, e ka vu. Ju ka dhimbë pejgamberit, më thon ktheu se çtu e ke lënë një. Tha ja Rasulullah, vallahi tha çata unë ku mjell. Tha ti se ke mjell. Po, shkoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e hoç, e nxorri, edhe bismillah, e vendosi apet, edhe ajo bani çat vjet. Që ishte pamundur mrana vitit edhe me nxanë të gjitha 600 copë. Sa ai e përdori hebreu një hile që e dinte se prej 600-ve një 100-200 s'kan me zonë. Tamam të zonë ti mjell më 200, apet një 100 s'kan me zonë. E qështu edhe një 10 vjet më ashtu robrim. Por në vitin e parë nxon të gjitha dhe u liru Selman Farisiu, të cilin pejgamberi alayhi salatu wasalam pastaj e afroi çaq shumë, sa tha Selmani është pjesë e jona apo e familjes tonë, edhe ne jemi pjesë e familjes së tij, apo është prej nesh dhe ne jemi prej tij. Të dashur vëllezër, kjo është pak a shumë tema që flet për vullën e profecisë, andaj ndjekja Muhamedit alayhi salatu wasalam mbetet prioritet ynë. Manën men ato që thash fillim, ata që erdhën me vonesë, prej kushteve ishte dhe sahabët kur e pranonin islamin ishte mi ia dhon besën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që s'kan me mashtru kërkan.
Edhe nëse është në favor të palës tjetër, e në disfavor tanin, mos e mashtro kërkan. Sepse Islami, burnia e një muslimanit, që kam i dalë Zotit përpara dhe mu ballafaqu me Allahun, nuk duhet me toleru që me mashtru tjetrin edhe nëse i shet diçka. Edhe pse ja din dobësit mallit tën, pa përsëris kerrit ja din dobësit. Mos i thuj merre çojët e mjeshtri. Unë e di se fetarisht i ke dalë hakësh. Merre çojët e mjeshtri i ke dalë hakësh. Jo, bënë burr ti kallzami, ti çka ja din pikat e dopta. Bënë burr. Mos më lë mua më shku poshtë nalt. Bënë burr. Se nëse mu më mashtron, ose ai mjeshtri jam nuk është i aftë për me ditë bashkë atë pikë. Çuçi del Allahut përpara. Na po i bim Zotin sesh dhe bashkë këtu. Edhe shqyr se murr vesh filoni ja shita mashtet. Nuk është burrnia ja. Na duhet më ngrit nivele më të larta. Ato nivele ai që bën sesh dhe Allahut azza xal i kupton. Lut Allahun